Përshëndetje, tani do flasim për trajtimin e shkallës së polinomit. Pra, le të fillojmë me një shembull. 2x në të katërtën plus 3x në të dytën plus 3x plus 1. Dhe tani për të përcaktuar shkallën e polinomit, shikojmë tek termi ku në masinë kryesore të atij termi shuma e eksponentit është më e lartë se tek eksponentet tjera. Pra këtu mbrojmë se shuma e eksponentit është 4 dhe është më e lartë se tek eksponentet tjera. Prandaj kjo e përcakton shkallën e polinomit. Dhe themi se ky është e shkallës së katërt. Nëse kemi një polinom si ky, 2x y në katror plus 3x plus 4 dhe dëshirojmë të caktojmë shkallën e këtij, ne shikojmë përsëri tek termi ku shuma e eksponenteve të ndryshoreve është më e madhe. Këtu është 1, këtu është 1, këtu është 0 në fakt, dhe këtu është 3, sepse 2 plus 1 bëjnë 3. Pra, ky është shkallës së tretë. Shkalla e tretë. Pra, i mbledhim shumën e eksponenteve tek mallësia kryesore. Cila del më e madhe, atë do ta shkruajmë. Ajo e përcakton shkallën. Tjetër, 5x në katror y në katror plus 5xy plus 5. Ta përcaktojmë shkallën. Përsëri, këtu është shkalla më e lartë. 2 plus 2 bën 4 dhe kjo është e shkallës së katërt. Mirupafshim, shihemi në videon tjetër ku do flasim për shumëzimin e polinomeve.